Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data është 17 muaj është i 5, viti 2026, vit që po e shkelim dhe po e lëm pas. Është e diel, dita e fundit e vikendit, disa orë para mesnate, dhe Maqedonia nesër pritet që të trembet. Në Shkup, studentët kanë paralajmëruar një protestë për atë që quhet provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe shumë çka tjetër. Por, Maqedonia është ndarë në dy pjesë. Vleni si pushtet dhe kuptohet popullata në anën tjetër. Studentët në rrugë, nesër mblidhen në Shkup në orën 16:30 tek ura e Gurit, e pastaj dihet rrugëtimi. Pat kohë qeveria, pat kohë vlen, kush nuk pat kohë. Dhe askush nuk u mor me ta. Pra studentë në rrugë, vleni, e dini ku ishte? Në Facebook sonte. Pse Bilal Kasami dhe Izmexhiti kujtohen vetëm kur shpërthen revolta? Ju dini se unë baham i mençur. Kërkesa e studentëve shqiptarë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe nuk është ndonjë temë e re. Për vite me radhë partitë shqiptare kanë premtuar zgjidhje, por realiteti ka mbetur i njëjtë. Pas 22 viteve të BDI-s, pa rezultat konkret, qytetarët prisnin ndryshim nga vleni. Ashtu edhe ata thoshin, ne jemi ndryshimi, mirë po ndryshimi ishte vetëm i posteve. Mirë po edhe pse pas afro 3 vitesh në pushtet, Bilal Kasami dhe Izmexhiti po japin vetëm premtime të paqarta dhe pa afate konkrete, vetëm pasi studentët paralajmëruan protesta, dy bashkëkryetarët e vlenit reaguan me statuset e shkurtra në Facebook duke premtuar lajme të mira së shpejti. Pra, reagimi i vlenit vjen në Facebook dhe ironia, minuta më parë, pra rreth orës 21:30 doli edhe ai Bekim Sali. Kot te kot doli. 22 vite premtoi barazi e dinjitet për gjuhën shqipe, por provimi i jurisprudencës ende nuk mbahet në shqip. Sot pas 3 vitesh në pushtet edhe vlen po ecën në të njëjtën rrugë të premtime pa fate, pa përgjegjësi. Studentët shqiptarë u shëtitën derë më derë me pritje. Bën fotografi e pranime edhe te Bilal Kasami, edhe te Izmexhiti, edhe te BDI, ka mos. Por pa rezultat konkret. Vetëm tani kur studentët dolin në rrugë dhe protesta u bë realitet, Bilal Kasami dhe Izmexhiti kujtuan të shkruajnë në Facebook së shpejti me lajme të mira. Po pse së shpejti? Pse jo sot? Pse nuk kemi datë konkrete? Pse nuk sillet vendimi më njëherë nëse vërtet ekziston vullneti politik? Diçka ka edhe në kushtetutë. Kur studentët kërkonin të drejtat e tyre në institucione, heshtja ishte përgjigje. Tani, kur tema është nxehur dhe zemërimi i porritet, po shohim statusat e shkurta e marketing politik. Shqiptarët nuk kanë nevojë më për fjali boshe, por për vendime konkrete. Nëse edhe kjo kauzë përdor vetëm për propagandë para kamerave protesta, atëherë dallimi mes 22 viteve të BDI-s dhe viteve të vlenit do të bëhet vetëm në emër, pra 3 vite, jo në rezultat. Studentët shqiptarë nuk kanë më nevojë për fotosesione, status dhe fjali boshe politike. Ata kërkojnë vendime konkrete, afate dhe respektim të drejtave të garantuara. Nëse dhe kjo çështje mbetet vetëm premtimi i momentit për të qetësuar protestat, atëherë qytetarët do ta kuptojnë se ndryshimi mes BDI-s dhe vlenit është vetëm në emër, por jo edhe në mënyrën e qeverisjes dhe të mashtrimit në kauzat shqiptare. E student, kujdesve, a dini me kë keni punë? Me Bilal Kasami. Po çka nëse Bilal Kasami ti kujtohet apo i thot dikush shite Universitetin e Tetovës vendin dhe ai shet pronë rëmës dhe mbeten pa universitet. Po çka nëse i kujtohet Izmexhitit ta shese atje të gjitha të hapësirë të Universitetit Nana Tereza. Do mbeteni pa, dëgjoni pak, u mori anglisë të Tetovë. Dhe, nuk do ndalemi me kaq. Pra edhe Bekim Sali u përzin dërburë. Studentët do të japin provimin në gjuhën shqipe së shpejti. Kritë së shpejti. Së shpejti këta e bën edhe autostradën Shkup-Llat së shpejti. Dhe a dini çfarë ka ndodhur sot në pjesën tjetër të Maqedonisë lindore? Kanë shku të dy kryeministrat dhe kanë hapur atje çfarë nuk kanë bërë, sepse edhe të dielën ata punoj kanë. Por, ajo cila më tepër më befason dhe është total jashtë loje, vleni, është se si në Maqedoninë lindore, ndërtohet rrugë ekspres e shpejt, pra Koçan Vinic Delçev.
ministri nga paret I transportit dhe lidhjeve, apo në base kur sot të kanë filluar me punë atje, kur sot del dhe flet ai, Filip që thot, qeveria është bankrot, para bankrotit financiar, nuk ka pare. Okej, nuk o besoni, ja dhe gjani. Pastaj I ktheme pra Bilalit dhe Izetit. Опозицијскиот лидер излезе со алармантни тврдења дека државата е пред банкрот. Председателот на СДСМ Венко Филипче вели дека неговите информации се толку сериозни што државата се соочува со големи финансиски проблеми, а владата лошо го менаџира државниот буџет. Тој истакна дека новото задолжување од 260 милиони евра е доказ за, како што рече, огромната дупка во буџетот. Според Филипче, владата побарала заем од 300 милиони евра, но од банките успела да обезбеди само 260 милиони евра, што според него е прв сигнал за нарушената доверба во економските политики на власта. Лошото менаџирање на власта, предводена од Христијан Мицковски, кој што нема капацитет ниту познавање држава да води како што треба, а нема ни желба. И сето тоа се манифестира со тоа што има стагнација во растот на платите, нема раст ниту на минималната, на просечната плата, нема нешто значено што граѓаните ќе го почувствуваат како зголемување на стандардот, пад на странските инвестиции, значаен, што исто така е лош параметар. Но ваквите обвинувања ги отфрла премиерот Христијан Мицковски. Pra, kuptohet, por në ndërkohë, Maqedonia ka vërtet të lashe me çështjen shqiptare. Këta që në pushtet nuk duan që ta realizojnë atë që quhet barazi para ligjit dhe kushtetutës. Nga mos janë duke investuar vetëm në Maqedoninë Perëndimore asgjë. Për atë edhe nganjëherë përmendi. Me të drejtë, Lupçe Gërgjevski sot ka thënë diçka shumë interesante. Pjesa më e madhe e maqedonisëve mendojnë dhe jetojnë, flasin dhe sillen si serb. Lupçe, do drejton pak maqedonisht aq sa e di, mund të jem edhe si humor, ama jo, nuk është humor. S'ke faj. Po çfarë ndodh me pjesën shqiptare që është në pushtet? Edhe ata, nëse këta bëhen serb, këta bëhen maqedonasë, pastaj me serbët maqedonas e bëjnë atë që ja ku jemi. I vetmi politikan maqedonas që flet të realtën është vërtet është ashtu. Darsmat maqedonasë bëhen me folklor, muzikë dhe çdo gjë serbe. Дека најголем дел од македонците нели иако се викаат македонци, мислат како срби, живеат како срби, нивниот поглед на историјата, на геополитиката, да не зборувам културата, уметноста, и срби просто се мачат со тоа се што се викаат македонци. Меѓутоа, едноставно како основач на ВМРО, воскреснуваш на идејата на самостојна и независна Македонија, имам некаква потреба да го кренам мојот глас во оваа пустина, затоа што очигледно сите македонски патриоти се прават нели луди. Po pra, gjithë sillen si me konserv, do të thonë, politikën në Maqedoni po e diktojnë serbofilët. Dhe, a dini se në cilin vend është Maqedonia që u lavdrote edhe vleni edhe se ekonomikisht jemi shumë? Ndër 10 vendet më të varfra në Evropë, Maqedonia e Veriut është në vendin e 6. Ranë lavdratat e Mickos. Moldova është e para me $4.500 kokë banori, Ukraina me $4.500 kokë banori, Kosova e treta me $4.700 kokë banori, Armenia është e katërta me $5.300 kokë banori, Shqipëria është e pesta me $5.500 kokë banori dhe Maqedonia e Veriut e 6 me $6.100. Dhe, kur ndahet kjo për 12 muaj, dhe me thonë, a dini sa para mungojnë të një shteta si Maqedonisë vetëm për 6 muaj. 6 muaj tjerë, shëtitin të thof Gërgulish, ku jetëm në një shtet në Maqedoni, ku pasurohen vetëm politikanë. Dhe do kthehemi, thash, në fillim do kthehemi Bilal Kasamit. Bilali, çfarë nuk kërë duke bërë në Tetov? Çfarë nuk kërë? Informatat e mia të fundit bëjnë me dije se sërish kthehet në të që erëzoi gjykata kushtetuese. Pra, ka kthyr disa vendime të asaj që ja ka përmend gjykata kushtetuese.
Po, se dhe përfundoj prapa grillave, të e them me bindje të plot, mbase tash jo, sepse duhet t'i plotësoj edhe disa kërkesa të vëmëros, por a e di se e di ju. E di. Dhe e din edhe vleni tash, se për pak nuk ka shpesa. E din edhe shumë kusht të komunës së Tetovës. Kur më i sigurt nuk kam qenë. Më ruajnë si vjamin. Koklen vjam më ruajnë. Sipas informacionet të publikuara, po publikon, të konfirmuar më vonë, ka dal Levica Degan Tetova dhe thot, Tetova në shitje, Kasami këshet qytetin për €1 me 10 shka edhe Saracinën brenda. Për normal, pse çka menduat ju se Ky nuk është vetë, kush ja ka miratuar gjithë këto? Ministria e Transportit. Sipas informacionit të publikuar publikon, thot Levica, të konfirmuara më vonë nga mediat. Një skandal i madh e shitje me shumicë të tokës shtetërore është paralajmëruar për të hënën në seancën e Këshillit Bashkiak të Tetovës. Ndërsa qytetarët luftojnë me jetesën e shtetit, kaosin dhe infrastrukturën e lënë pas dore. Qeveria lokale po përgatit një veprim të ri skandalor, shitjen e tokës komunale në Saraqinë për vetëm €1 për metër katror. Dhe a e di Bilali, ose duhet dikush të thotë se çdo parcel ka edhe historiatin. Le ty pak në historiatë të lexoj e kujt ka qenë ajo. Apo njerëzit të cilët janë me Bilalin dhe e mësojnë. Sipas informacionit që janë bërë publike, në atë tokë është planifikuar ndërtimi i një vendbanimi luksos privat, ndërsa prona që përket popullit po shqitet për shuma simbolike, madje edhe shuma qesharake. Atë u them se kujdes, do vashë se Bilali gjithat pasuritë e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Oni ju dini. Por historia nuk ndalet këtu. Shitja me shumicë dhe pasurimi i madh me orekset e oktapodet e parësit e Kasamit dhe vigjet e tij ngushtë vazhdon përgjatë zonës së Tetovës. Lista për shitje përmend pronën në Saraqinë, në Tetovë për banime elitare, pjesë të qendrës sportive, nëse veç nuk janë duke bërë diçka që ka kërkuar vëmërojve, ka një punë po punohet sot pas 3 ditëve diçka, mas 5 ditëve diçka, me njerë ndër shkollën e mesme ekonomike. Pronët e tjera të vlefshme komunale, parkingun të verë. Pra, këtu thot Levica lind pyetje, çfarë morën qytetarë në këmbim? Dëgjoni, nuk e them unë. Unë të arrivit i kam thënë 3 cm, këta thënë 4 cm asfalt dhe premtime boshe pra Bilal Kasami. Monopolin e shiti për €1 metër katror dhe atje po ndërtohet një kompleks urban grotesk ndërtesash. Parkimet të privatizuar me çmime të larta dhe kaos trafiku të parregulluar. 50 denar një orë ishte diku në një parking. Më shtrejt se sa publik i privatizuar dhe sa më herë pra partneritet publik i privatizuar dhe sa më herë i dyshim me fatura të rritura në 30%. Levica e thot, nuk e them unë. Hajde. Kaloni edhe para atyre, jo vetëm para meje, ndryshim publik i cili nuk ndryshon. Çdo gjë publike po zhduket ngadalë dhe me një ritëm të përshpejtuar. Tetova po bëhet një kamp privat dhe fabrik pastrimi parash për biznesin e individëve dhe grupeve interesante të shantazhit nga rrethi i Bilal Kasamit. Levica e thot, ky është një qytet i qytetarëve, jo marrëveshje politike pas dyerve të mbyllura dhe vendbanim arbitrar. Nëse heshni sot, nesër do të jetë tepër vonë. Tetova meriton transparencë dhe respekt për qytetarët dhe interesin publik. Urban mafia, Kasam, reket, ofertë, shiko më shumë. Çfarë nuk ka? E keni telegram.mk, vetëm unë e kam përcjell, askush tjetër. Fufka. Jo vetë çfarë, pse di tre, unë trem vetëm Zot. Unë e pyes një herë mirë publike Bilalli. Pse nuk del të thot tash sekretari i Vlenit, unë si Bilal Kasami jam për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën Shtetet e Bashkuara të Amerikës Iran. Ai vet jo them shet pas Vlenit. Okej. Nuk është okej. Dhe të ndëgjojmë tash jo gafin, po humorin që ka bërë vetë Bilali në kishë qef shumë të thonë dhe unë jam parlamentin, e kam këshillin komunal. Total kjo mosdije. Nuk mundet ligjet që i bjen parlamentit që votohen me votat e deputetëve në një seancë të këshillit komunal ky tirzoje. Ky këshill përbohet nga votat e qytetarëve dhe ashtu siç janë edhe qytetarët janë të përfaqësuar edhe në këshill. Por fatkeqësisht ka edhe qytetarë të cilët nuk janë të ndërgjegjshëm për pozitën e tyre dhe mundohen që t'ju ikin përgjegjësive publike. Sot qytetarët ndahen jo në bazë etnike apo politike, po ndahen në qytetarë të ndërgjegjshëm dhe të pandërgjegjshëm. Është vetë shembulli i këshilltarit që sot ka debatuar dhe na ka marrë më shumë ti koha. Pra këtu janë obligimet e tatimit në pronë
që pronari i shtëpisë ku jeton qytetari nuk i ka paguar tatimin në pronë. Pra nuk flasim për sa për maherin, po flasim për tatimin në pronë. Nuk mjafton vetëm emri një iniciative me ja vëndu më mirë për Tetovën, kur në njëjtën kohë me veprën personale tregon se nuk don të kesh Tetovën më të mirë. Pra ti ku do duhet të bashkëqeverisim me partnerin privat, do të bashkëqeverisim sepse ka kush e mbron interesin e Tetovës. Faleminderit. Besoj se debati Jo, është tash unë replikën për kryetarin e mu direkt më akuzuj. Replikën mund ta msheli si dhe msheli. gjitha sqarimet e ngronë u dhanë, kështu që hapësirë ke pas mjaftueshëm të ju këshim urdhën. Tash kështu kryetar, pasi ju keni hyrë në hulumtim, se këtë hulumtim ju mati e bani, apo diçka do t'rregoj. Njëtën temë unë e kërkuj ndërhak së më hejnë. Se cëllin denar, halal e kom fitun. Se cëllin denar e kom halal. Une, vetëm pak, une kalkulime me përqindje, me kalkulator nuk bëj, se tabelën e shumëzimit e kom su, qash më duhet mu. As nuk pretendoj milioner të bëhem hiq, ama të ishfati qytetarët, këtë nuk e pranoj, ne kemi kërku fat. Atë që e thuj shti, dhe të regush emrin i kujt është. Unë s'jom maj, pasi ju, kjo shumë e ullët nga ana juj, ekstreme ullët është ajo. Kryetar komune jeni, ju mundoheni, tash ju publikisht të mullni mu, nuk kalon ba ju, nuk mund të përtoni ju dhe une, kuptoni këtë pjesë, nuk mund të përtoni hiq me hesap, nuk u bëj hiq su bëj hesap. Se su bëj hesap për shkak se unë kom dalë publikisht, kom kërku votë, që ato qytetarët 1274 më kanë dhënë votë, unë sot i mbroj ato. Që ato i mbroj. Po i mbrojnë në ato juve që va keni kërku votë, sot që i keni rinë. Në ato. Ama kjo s'është e vërtet. Se nuk jo munaj. Dë dalish dhe e tregojsh emrin kusho. Po, jo nuk kom që të tregojnë, pasi ju me dokumentin tu dole, ti tregoj emrin e kush është. Se kjo mo kalon në çështje tjetër që s'ka të bëjë me mu. Unë e di cila është prona ime. Unë mund të tregoj publikisht sa është prona. E kam të deklaruar te antikorrupsioni pronën time. Mund të kërkoni prej atje raportën, mund ta shihni çka është prona ime personale. Unë borç kërkuj si kom bet, hiç. Për çat jeni shumë gabim. Ama kjo është shumë e ulët, unë nuk e kom prit se deri në këtë nivel, si kryetar komune mund të bini me kështu gjëra të mira. Po kjo qoftë më në ndërgjegjen tuaj. Po pra, Agroni kishte të drejtë vërtet, nuk ka në të që përmend Bilali, po Bilali që nuk përmenden Agra. Agroni kemi këtu në lagje, Agroni gjithë nuk përmenden Bilali. Me unë esë pas më vete Bilalit mund qëjnë në Sangale për shëndetin. Dhe nuk s'ku që thish. E për tash, edhe unë dhe ta qoj, më tepër se Sangale, në ndonjë kanton tjetër të Gjermanisë të shpitar. Dhe, sepse ai atë di. Pra, flet kuturu. Dhe. Vërtet kërkush se bën më hesap, ai nuk e sheh se është bëu humor. Njerëzit nuk si situacioj nuk e vën pazar kërkush më Bilale. Qesh. Dhe unë vazhdoj më tej pra. Akuza ishin vërtet qesharake të kryetarët e komunës dhe del në sean. E tash do ndalemi edhe pak te protesta e nesër. Nesër në orën 16:30, pra pritet që të mblidhen. Përkraje ka pasur nga të gjithanët, nga Kosova, me komandanta, me politikan aktual, me këngëtar, me sportist, me artist, me edhe çunla që ishte, me shumë shka. Po ashtu edhe nga shteti shqiptar. Në Maqedoni. Pra, nesër në orën 16:30. Studentët e di se më kanë thënë njerë kalimthi se nëse ne nuk do ndalemi me kaq nëse nuk plotësojnë kërkesat tona. Okej. Urojmë suksese, sepse studentët janë forca e cila jo qetron, po si do thosh Ali Ahmeti, e se trondi po kish qejf të duke edhe si Skënderbeu, edhe si çdo gjë tjetër, sikur çdo gjë fillon me të. Por nuk ishte ashtu. Okej.
Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej sytë janë të orientuar drejt Shkupit nesër. Dhe Shkupi është aty, nuk do lëviz. Por, tash më ratë që ta lexoj ultimatumin e ri të Donald Trumpit ndaj Iranit. Koha po mbaron. Veproni tani ose asgjë nuk do mbetet. Interesant. Dhe kush është me Trumpin? Shtetet Bashkuara të Amerikës së di. Unë kam pyetur këtyre ditëve një mikun tim në një ambasadë dhe kam thënë vrej lëvizje dhe sikur e ndjej vetveten të rrezikuar. Dini çfarë më ka thënë? Atë që ta ka thënë ambasadori X viti, ne qëndrojmë pas asaj. Më kapën mornicat, që edhe tash më kapin mornicat. Thënë, nuk harrojnë ata të cilët u kanë bërë ndonjë punë të mirë. Faleminderit, pra, tash flej më rahat. Ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.